Po, a mund ta di pse po ikni? Ikëm se nuk të do të rri pranvera. Nuk është shumë e friksuar, është shumë, nuk e di çfarë të them, është shumë e dramatizuar. Po nuk mund të rri, unë erdha për të kurur gocën, jo për të shkalloj goca. Po, kuptoj, po pse po shkallon goca, çka ka? Nuk e di. Po ju bëjnë presion njerëzit, po ju bëj ju ngacmon dikush, po ju bë dikush presion. Jo, nuk po na ngacmon askush, asnjëri, jo, fare absolutisht. Mund ta di shumë për nder, kem ndihmuar, nuk kam gojë të flas, po megjithatë, unë nuk mund të rri se goca ime ka kokra për depresion, doli në rrugë, e kam ndjerë në përshi, kam heqë një kanë pikë në zezë. Qa do bëni me lekët që keni marrë në GoFund? GoFund do t'i tërzojnë, nuk i mbajnë lekët GoFund. Po, qa do bëni me lekët se goca është e shëruar, goca i kemi letat e spitalit që goca nuk ka leucemi në trup për momentin. Qa do bëni me lekët? Kush të tha ty që s'ka goca leucemi? Doktori. Kush të tha doktori s'ka leucemi? Po, doktori, dje nga ka thonë. Jo. Po. Është e pamundur. Është e mundur. Goca ime me leucemi. Në rregull. Megjithatë, unë po iki, unë ty, po të bie ndonjë problem? Jo, s'ka lidhje problemi, unë duhet të di ku do ikin lekët që keni marrë popullit. Lekët do kthehen ke njerëzit që janë dhuruar. Kur do kthehen? Kur do kthehen lekët? Kur? Po të pyes kur do kthehen lekët, atë duhet të di. S'duhet të di asnjë gjë më shumë. Mos mirënjohjen e juaj unë e pash, se ju keni shumë mos mirënjohje ndaj një njeriu që do të ju ndihmonte, që ju futi në shtëpi, që ju hapi derën e shtëpisë, që ju bëri me spitale, me doktorata, me gjitha. Jo, nuk është faleminderit kjo. Kjo nuk është faleminderit. Megjithatë, s'ka problem, është drejta juaj të shkoni ku të doni. Unë tani për momentin, unë duhet të di çfarë do bëni me lekët sepse goca nuk ka nevojë për ato lekë. Lekë që unë kam dalë, unë duhet të di, unë... Ne nuk mbajnë dot me zor? Jo, as pak. S'ka shanse. Po debatoj? Jo, nuk po debatoj, po them kur do kthehen lekët e popullit, se goca është e shëruar. Lekët e popullit mbaj unë përgjithësi, nuk mbaj. Jo, nuk do mbash ti përgjithësi se unë kam dalë për ty. No, o ti mama, Gjoelin ti. Ti nuk do mash, ti do mash përgjësi për mashtrim, po unë që kam dalë me kërku lek për ty, unë maj përgjësi për vete. Po, pa tjetër, mbaj me përgjësi. Jo, po unë maj përgjësi, se unë kam dalë me ftyrën teme me kërku lek për ty. Pse, jo, ti s'na ke bërë asnjë gjë. Jo, unë normal që s'ju kam bërë asnjë gjatë keqe, as bëhet fjalë, absolutisht që jo. Absolutisht që unë s'ju kam bërë gjatë keqe, po ju që po i lepiheni ati Alex Vishës që po flitnin e për privata, ju që po flitnin e për privata, edhe ju që po më bëheni mos më njohësi për mu që unë kam një javë duke u marrë me ju në për gjitha spitalet e Amerikës, turp t'ju vi. Turp, ti ta marrësh turpin, ta qosh në lushnje nga ke ardhur, edhe turp të vi ty, edhe në qoftë se ti nuk do i dorëzosh lekët më në 24 orëve, unë do të bëj denancim ty, vajzës tane, vajzës tjetër, edhe të gjithëve me radhë. Kaq. Unë dua që ju të dorëzoni lekët me një herë. Vajza është të shëruar. Kaq. Kaq. Okej, unë e di se ju jeni njerëz që s'keni patur lëkurë dhe doni me i bë këto intriga. Po nuk do të eci me mu, jam njeriu shumë i gabuar të me futni mu me ftyrën time në publik për të vjedhur ju. Grupi jot edhe Alex Vishës. Nuk jam e detyruar të më mbash ti me zor këtu. Unë s'të mbaj me zor fare të aprit zoti marë, unë nuk të kam majt me zor. Ti ke ardhë nga Arabia këtu me mashtru mu e familjen time, unë të kam qu në spitale, unë të kam quar në doktor, unë s'te kam majt, unë të kam hap derën e shtëpis, ty të vit turp, qaflet, ty të vit turp, që je mos mirë njohë se ti dhe familja jote jeni njerëz të pa ftyrë, njerëz mos mirë njohësa, se unë vetëm ju kam hap derën,
si këtu, si në spitale, kam pagu nga xhepi për ju kam nej gati si keni dash ju. Jam e detyruar ti kthej sa ke paguar. Si nuk du mos më intereson hiç me më kthyja si gjati, unë nuk dua si gjë nga ti, se ti je njeri mos më njohës, ju jeni njerëz mos më njohësa, ju jeni mashtruesa të Shqipërisë. Edhe po të them, ke 24 orë të dorëzosh lek mrapa popullit shqiptar, se do ma shikosh shumë sherrin. Kaq. Vajza jote ka ardhur shëruar në Amerikë, ju jeni scammers. Ju jeni mashtruesa, ju jeni grupi Alex Vishës, edhe nuk do jo dalni me mu. Goodbye.